ndodhem në fshatin Gushpat, në lagjen Fushbush. Këtu jemi te kanali Juletës, edhe pse banorët nuk e dinë se kush ka qenë i tillë, por është hapur prej shumë kohësh më përpara. Ky kanal me ujë vaditës nuk funksionon prej disa kohësh. Janë prokuruar disa herë tendera dhe është bërë sikur është punuar dhe asgjë s'është hedhur këtu. Në qoftë se do ishte në gjendje pune, ky kanal mbulon rreth 50 hektar tokë buke për t'u vaditur, e cila sot rri djerë. Banorët e kanë ngritur disa herë problemin e tyre, madje unë edhe sot diskutova me disa prej tyre, dhe nuk gjenë zgjidhje as te pushteti qendror, as te pushteti lokal. Madje, kur vinë kërkojnë vota, mbajnë 2-3 veta me vete dhe ju thot, shënoni, se në filan datë do bëhet kanali, në filan datë do bëhet rruga, në filan datë do jetë qendra shëndetësore, do ketë subvencione për bujqësinë, blegtorinë, apo çfarë ndodh këtu, dhe asgjë s'bëhet. Deputetët, qoftë i majt apo i djathtë, s'kan parë asnjëherë interesat e kësaj zone sot e 35 vjet. Madje para disa ditësh që kishin ardhur edhe rivalët e mi, kishin mbledhur një pjesë të popullit këtu, kishin thënë që deri në dhjetor ne do përfundojmë kanalin. Një radhë parë, kanali duhet përfundoj tash në maj për t'u vaditur tokat nga maji deri në shtator, sepse deri në dhjetor nuk i hyn askujt në punë. Në radhë dytë, boll u tallët me këtë popull. Unë ju bëj thirrje, ktheni kokën nga banorët që u kanë votuar, ju kanë dashur. Ktheni të vërtetën pranë tyre. I bëni këta banorë të paktën të kenë ujë, të pishëm, vaditësh, të kenë ato dhurat që u ka dhuruar natyra, që të kenë bujqësi, pemtari, blegtori, që të ushqehen shëndetshëm dhe të mbajnë diçka për fëmijët e tyre. Por çfarë fëmijësh? Fëmijët të ri, të rejat, kanë ikur jashtë shtetit dhe madje u sjellin dhe në gjë për të ushqyer këta këtu, sepse pushteti nuk u krijon asnjë lloj mundësie. Ju bëj thirrje këtyre banorëve, në datën 11 maj 2025, të votojnë Bujar Vreton, njeriu që ju gjendet për të mirë, por dhe për hallë probleme të tjera, njeriu që është ke kanali, njeriu që është ke rruga, njeriu që është ke bujqësia, ke blegtoria, njeriu që ju thot mirëmëngjes, mirëmbrëma, mirëdita, njeriu që do bashkulltoj me ta dhe nuk do vi si produkti bodrumeve të Tiranës që nuk din asnjë problem, por do t'jetë ai produkt bio që ata njohin. Zoti i bekoft ta banor dhe të jenë të bindur që do më kenë zërin e zvërtetës në parlamentin shqiptar, zërin e guximit dhe nuk do ketë asnjë problem që nuk do të zgjidhet nga këto që unë artikuloj. Pra, angazhohem se do të jem tërësisht në krahun e tyre. Të majt, të djathtë, apo pa parti qofshin ata, unë jam miku tyre, ata janë miqtë e mi. Zoti ju bekoft. Ja kanali si është, i papastruar. Po kush dhe pastroj këtë? Pensionistët, banorët e zonës, jo vetëm Fushbushit, po në të gjithë territorin e Librazhdit, vuajnë në bishtin e gjarprit. Banorët thonë që aq para janë hedhur, janë prokuruar, sa kjo do të ishte bërë me tubo dhe me sharra qineska që të merreshe uji aq sa nevojiteshe. Ky është kanali.